ndryshe në Top Albania Radio. Fillojmë! Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në ndryshe të nderuar, të dashur dëgjues të Top Albania Radio. Në ndryshe në Top Albania Radio, por edhe në kanalin 10 në digital, për prej disa javësh jemi edhe në digital dhe kemi shumë dëgjues dhe shikues që na shkruajnë edhe janë në ne. Po më pëlqeu shumë zgjedhja që ka bërë Digitalbi për të vënë Top Albania Radio në kanalin 10. Pra, në radhë 10-a. Unë në shkollë gjithmonë kam marrë nota 9, 10. 9, 8, 7, 5, nga to, 10 asnjëherë. 9, edhe unë kam qenë 8-9 kam qenë, nuk kam qenë poshtë 8-ës, po. Deri në 2 shkollë mesme kanë qenë shumë mirë. Pastaj vajta në klasë me goca, se isha vetë klasë me çuna. Aty ti u shture fakt. Zonja dhe zotëri, mirë se vini në programin që unë jam e sigurt e doni shumë, na ndiqni, na shkruani, përshëndetja e parë. Si mos ta duan ne mirë. Për të gjithë ata që na dëgjojnë nga makina, taksistët tanë të dashur, përshëndeten gjithmonë. Shikoni si është bërë, a juve që po na shihni digital, që sa bukur është bërë Lona. Wow, Lona. Na mbajt fryma kur të pa. Baj frymë njerëz se sot neve kemi të ftuarën më speciale të këtyre të martave. E duam shumë të ftuarën sot. E disa shumë e dua, madje ma kishin bërë dhe shumë të vështirë. Po mos i shkruaj koce Ema vjen. Pastaj si do vi? Çfarë përmend emrin më? Po prit pastaj se kam thënë emër dhe mbiemër. Po si do vi Ema? Sa mbaron ke juve është ke emisioni vet, më është shumë sakrificë. Zonja dhe zotrin prap ju thras, sepse në këtë studio na bashkohet pas pak Ema Andrea! Veta jo, Ema Andrea që jam shumë e lumtur që e kam sot. Kemi harruar të përshëndesim gjithë ata që janë nëpër taksi, shoferë të taksive. Ku ishe ti se i përshëndeta unë? Taksistit? Po më tani tash gjithë taksistët, përshëndetja e parë. Fillojmë dhije. E fillojmë dhije? Atë. Përshëndesim gjithë taksistët kudo që ndodhen. Përshëndesim. Po unë do përshëndes taksistët femra vetëm ditë. Gocat, ë? Goca dhe graj ke ti. Goca dhe graj. Edhe në shtëpinë time vetëm goca kam, edhe graj. Ashtu është. Ne do të jemi bashkë deri në orën 20 për një emision që unë them që nuk duhet ta humbni, se intervista me Emën jam e sigurt që do jetë shumë e bukur. Kemi shumë për të dhënë dhe për të marrë, po personalisht edhe për të mësuar nga Ema, të cilën në çdo dalje publike e vlerësoj shumë edhe kam shumë. Do vish nesër se kam unë një kështu, kam një bashkëbisedim me ca njerëz se do të mësosh se si të hash. Të haj? Si të haj mo? Unë duhet mësoj si mos haj. Trajnive për të ngrënë. Zemra, unë duhet mësoj. Do vish apo jo? Plasi koka. Mu prish gjitha mu po se edhe ti. Dgjoj, unë duhet mësoj si mos ha, jo se si ta. Po prandaj të stoj. Kam gjëra më të rëndësishme se sa trajnimi i Ke gjëra më të rëndësishme. Mu prish gjitha mu se edhe ti trajnimin tim, si ta ham. Kthehemi pas pak. Përshëndetja e parë dhe falënderimi i parë i shkon Max Optikës, rrjetit të dyqaneve të syzeve kudo në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Ju kujtoj se është me 50% ulje syzet optike. 50% ulje dhe sigurisht do të njiheni edhe me koleksionet e reja të brendeve më të mira. Ka Max Optika kudo ku ju jetoni, në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, po gjithashtu mund të klikoni edhe online, bëni blerjet tuaja, ju vin me delivery në shtëpi nga rahatia e çdo gjë. Faleminderit Max Optika. Si ka qenë Max me shtet? Max i mirë është. I shef ato videot e tua gjitha, fol. Kthehemi pas orës 18:15 për të nisur intervistën me të ftuarën tonë speciale, Ema Andrea. Të lumt goja, mi goc, të lumt goja. Sa mirë e ka hapte emision sot. Bukur e thashë. Sa bukur të shoh, ndoni bukur. Çak. Na u zbukuru studio se Ema Andrea. Mirë se erdhe. Me çak. Po pra. Jo, nuk e di mbase, po ne jemi dhe në digital, jemi në live, domethënë në digital tashmë. Në stacionin numër 10. Wow. Na kanë vënë notën 10, kanali numër 10. Je bërë shumë e bukur, shumë elegante. Ta kthej komplimentin. Faleminderit shumë. Me se besoj ose. Faleminderit. E di se ndryshe sta për to. Ema, prit para të filloj. Të lutem. Unë mendoj që është emri dhe mbiemri më i bukur në Shqipëri. Wow. Ema Andrea. Edhe unë e dua shumë. A mund ta tregojmë historikun pak nëse ka? Ka historik, domethënë Ema Andrea do të thotë që unë e kuptova më vonë. Ema është gjaku dhe Andrea është njeriu dhe mund të jetë ose gjak nobile ose gjak burri. Si për këtim që unë pastaj u lumtova Andras edhe Ema. Historia është se ne lindim binjak, mama ime dhe babi donin të na vendosin emra të ndryshëm, ne kam pas të arratizur në jashtë kufive, kushuri,
se si ishte akoma shtillimi 71 derisa të mbyllet krejt komunikimi, të cilët propozojnë Helen, Richard, Suzanne, që do të Suzana, 71-shin, e kupton? Të 71. 71-shin. Suzanne. Unë 85-ën e Lona, Dhe nuk e di se si e kanë pranu Enea dhe Emma. Emma sepse ka pas 2-3 vetë përpara kanë përshtypjen, edhe Enea se me që ishte emër antik, me sa duket e kanë aprovu si emër, kështu që ne jemi Antonella, Enea dhe Emma. Kemi të 3 emra shumë bukur. Shumë të bukur. Domethënë nëse do kisha vajzë do ta quaja Emma, nëse djali nuk e quajta. Nuk e quajta dot Andrea se ishte një kushërir jo, edhe të dyja më vinte Emma. Janë emra të bukur në fakt. Dhe pastaj Andrea përdoret edhe emër femëror, emër maskullor, është mua dhe kam një fat që emri im mbahet mend jashtë, sepse është lehtësisht I shqiptuar. Pra nuk është se ka lidhje me zonja Bovary. Jo, në rastin tim, jo, në rastin tim. Kemi qenë të dy, unë edhe vlla, jo nuk ka lidhje me Bovary. Mirë, Emane... Nuk do të thotë që unë nuk ndjehem shpesh Bovary. Zakonisht Elona, kur në çdo emisione që bëjmë ne, ka një dashuri të madhe për t'i bërë një bio personazhi që vjen. Një farë kështu, domethënë një rezume për gjithë qenien tënde artistiko femërore. Këtë herë duhet të them që më ka ndihmuar dhe Eriona Kakeli. Zemra, që është fort. Është një grua. E kam dëgjuar si më po. Është aktore dhe grua e mrekullueshme dhe shoqe shumë e mirë. Domethënë janë shumë djesi të mia. Na fal që ta morëm mikrofonin përmes bashortes për njërin ton. Unë afroj kokën ke mikrofon. I thash Eriona kam këto ndjesi dhe këto fjalë për Emën, pastaj me artin e tyre zbukurojnë dhe unë do ta nis. Ema që çdo gjë ja gjen përgjigjen. Ema që është bërë vetë kjo që është sot. Dikush thotë është ekstravagante apo ekzibicioniste, por për mua është shpërthimi I kokuljes që s'ka pranuar të bëj dhe është kundër reagim ndaj të gjithëve. Ka zgjedhur lirinë për të shprehur dhe për të punuar. S'ka bërë kur viktimën, nuk është ankuar asnjëherë. Sot bota jon mbështetet nga ata që qajnë, nga ata që ankohen. Është unike në artin e vet, merr çmime në botë e këtu është aktoria që është vetëm dhe ndryshe. Pëlqeu gjë. Pëlqeu shumë. Po se më qajmë. Ti po gjan ti? U emocionova se unë e du fort Ema Andrea dhe kam mundësinë për herë të parë të them të gjithën. Ja, rallë që lëndë kesh miqit e një. Edhe që më emocionon, nuk është orar. Lotesh, po. Nuk e mendova dhe unë që do bëjsim kaq melankoliko romantike. Atëherë mua vjen pyetja nga gjithë që bëre ti. Jeti një grua e fortë në plot kuptimin e fjalës? E fort bëhesh. E fort do të thotë sipas meje që të mos qëndrosh të ankohesh për problemin, po të vazhdosh të gjesh zgjidhjen. E fort do të thotë ti rezistosh parimeve të tua edhe përballjes me atë që si dakord në botë, dhe mbi të gjitha e fort do të thotë mos humbasësh sipas meje dëshirën edhe forcën për me dashte me besu. Dhe nëse të gjitha këto plus gjëra të tjera që do të thotë ta kalosh vetmin me dinjitet, ta superosh dallgën me cilën të fal jeta, po unë jam e fortë. Jam e fortë edhe bërish kur je dobët je e fortë? Po, sepse ka mësuar ta dua edhe brishtësinë time, edhe ta vlerësoj, edhe ta jetoj. Besoj se është forcë edhe kur ti pranon çfarë je dhe kush je dhe dobësitë e tua dhe limitet e tua. Dhe unë kufinte mi, dobësitë e mia, momentet e mia të pasigurisë, gabimet e mia I kam pranuar dhe I pranoj. Besoj se këtu qëndron çka më mban në ekuilibër dhe edukoj veten çdo ditë natyrisht se nuk është e lehtë ta kesh veten kontroll. Edhe nuk është as çmir ta kesh gjithmonë veten. Unë e di që ti mbron çdo grua, ti e mbron gruan. E kam instinktive. E ke instinktive, po sa feministe je? Feministe në formën se si ka lindur lëvizja feministe jam, sepse nuk ka qenë lëvizje e dhunshme, por një lëvizje që ka shkuar dal nga dal, ka ndryshuar mendsinë dhe ka kërkuar të drejtat e merituara. Por si abuzohet, si shmer feminizmin edhe me çdo kaos tjetër. Sot nuk besoj se jam. Nuk jam për krahasime gjinisht, nuk jam për luftë, jam për hapje mendje, bashkëjetesë edhe respekt të ndërsjellët.
Nuk e di a është feminizëm ky, por po, unë gratë i mbroj, e kam instinktive sepse është shumë e lehtë të intimidosh në çdo ambient dhe nuk luftoj me gra. Domethënë e fundit armë që kam, edhe nëse nuk jam dakord apo ndonjëherë janë dhe armike, se nuk do të thotë kjo që qenia gruas është perfekte, s'është njësoj si gjitha qeniet e tjera. Unë me gratë nuk luftoj. Po, ka përshtypjen ata që thonë ndonjë fjalë që nuk shkon për ty, le të themi për ata që të shajnë, janë ata që ti nuk bën kompromis. Po shiko, njerëzit janë dakord. Pastaj zgjedhin gjuhën e gabuar për me të definu. E ky është problemi i tyre, jo imi. Nuk bijem dakord me mënyrë, ndonjëherë një ka qenie që bëjnë frikë sepse janë projektimi asaj që s'ke mund me pas. Nëse këtyre njerëzve frika që i bën një person si unë, që jam përpjek me realizu vetëm pa dëmtu askënd, i bën frika, po i shkakton në nervozizëm dhe i nxjerr më të keqen nga vetja, se kur shan, askush do donte të shante, s'besoj se ky është problemi i tyre, jo im. Mirë, me shkurt, u bë shumë diskutim për këtë barazinë gjinore, me këtë ligjin që u miratua. Nëse ke informacion, s'kam shumë informacion të drejtën, sepse ka dy forma informacionesh që vinë. Një është përmirësimi i ligjit mbi barazinë gjinore, pra mbi të drejtat e gruas, pagesat e barabarta, koha e saj, investimi në familje, pagesat e barabarta etj. Ka edhe një kahje që thotë, dhe nuk e di ku është abuzimi, prandaj nuk është lehtë me fol, ku thotë që gjinia është një fenomen social dhe ne do të jemi të detyruar të ndryshojmë fjalorin, të ndryshojmë mënyrën tonë të qasurit ndaj çdo personi, mbi të gjitha ky edukim do fillojë që në shkollë. Kam opsionet e mia për këtë të dytën, sepse për mua është e rëndësishme që fëmia të di të sillet, të ruaj respektin, edukatën për punën, të mësoj më së pari pse qielli është i kaltër dhe toka për çfarë e mban në tokë gravitetin me pak fjalë, mësoj gjërat që do ta bënin një mbijetuese shumë të mirë, edhe një qytetar të mirë në jetë, e pastaj siç janë japonezët në përgjithësi. Unë do isha dakord nëse informacionet që vijnë nga edukimi japonez në Japoni, unë do isha dakord që fëmia të mësohet social. Kështu që qëndrim ata mundohen të edukojnë fëmijët, pastaj ti të jenë qytetar. Kështu që qëndrim nuk kam dot, sepse nuk kam pas mundësi të informohen, do kisha dash të kem një qëndrim. Je për burr grua, jo 1-2, ë? Jo, nuk ka qenë 1-2. Nëse familjet gay duan të ndërtojnë familjen e tyre, kanë të drejtë të kenë një emërtim dhe të njihen ligjërisht. Kjo nuk do të thotë që ne që kemi zgjedhur se jemi straight. Kemi zgjedhur me pas familje straight të na fshihet emërtimin nën dhe baba. Por un kam bindjen që dhe ata meritojnë të kenë një emërtim të njihen ligjërisht. Kjo nuk do të thotë që do të përjashtojnë të tjerët. Uroj që të mos jetë kjo përpjekja. Okej. Të shpresoj që dhe me sa di unë nuk është kjo përpjekja. Përpjekja është të njihen edhe ata në formën e tyre të tjetuarit që është bajagi e ligjshme e përligjur. A do hyje ti në politikë, Ema? Më kam pas oferta. Se vën dyshim. Por nuk besoj më që do të hyja në politikë, kam refuzuar. Se mendon që është vonë? Jo, sepse unë është dikur ke besuar, jo, dikur nuk besoja te vetja se mund të kisha diçka për të ndryshuar, se s'isha akoma gati, se më e vlerësoj, sepse e vlerësoj politikën. Sot për të kundërtën. Unë jam një person që ditë thotë jo dhe dua të them jo, kur e mendoj dhe të argumentoj jon time. Nuk besoj se politika e sotme edhe në vazhdim ka qenë një politikë ku ti pranon dhe bashkëjeton me mendimin e kundërt. E mbi të gjitha me i ra murit me kokë në këtë mosh, jo, duhet nuk. Ema, ke shkruar ti një herë në rrjetet e tua sociale diçka publike, Edi Rama nuk të votoj? Jo, nuk e kam thënë nuk të votoj. Se ke thënë kështu? Jo, kam thënë të votova e tash duhet me duru. Okay. Ka qenë fillimet e kësaj. Po se parë në 10 kishte shumë po, ka pas edhe jo vetëm komente, po ka pas edhe njerëz të cilët më kanë shkruar dhe personalisht e gjykuar si një lëvizje nuk kam asnjë lidhje me të, si një lëvizje për me ranë sy, si çdo gjë. Po me sa duket koha tregoj që nuk është kështu. Kam qenë shumë e trishtuar atë natë dhe jo
për veten, në përgjithësi kur protestoj nuk më përket vetëm mua, gjërat janë më gjërë se sa kaq. Më duket e vogël. Tash i voton për Ramën prap, nëse do shkosh në votim? Unë votoj për të keqen më të vogël. Për tjerë përgjigje. Që është Që kushdo që tjetë, ai është. Dhe nuk e kam pas vetëm me, unë kam në përgjithësi kam bërë qëndrime kur më është dukur se po shkelet, po teprohet shkelja, dhe diku kam marrë kërcënime, diku kam bet pa punë, diku kam pas frikë mbyll në shtëpi, se ndonjëherë janë dhe të ashpra, kështu që në të kupton që... Mendon ti që janë të forta femrat që merren në politikë sot? Ka femra të forta në politikë sot aktive? Apo s'ke ndonjë, nuk shkon ndonjë emër në mend? Se dija janë të forta, apo janë thjesht të zonjat për profesionin e tyre, vetëm se shoh dhe jo vetëm në këto vite. Prej kohësh njerëz që gratë që i kam dashur, i kam respektuar dhe nuk është se nuk i dua dhe nuk i respektoj për rrugtimin e tyre, se gjithmonë më vështirë ka qenë dikur, e gjithmonë më lehtë po bëhet tani, edhe ndaj qasjes publikut, edhe të mentalitetit politikanëve, të cilat i kam parë që si presioni i botës i ka shndërru dhe nuk besoj për të mirën e tyre. Uroj që sot të reken rigjet ekuilibrin e tyre dhe absolutisht nuk i gjykoj se nuk është e lehtë. Se politika nuk është vetëm ajo që shohim, nuk është e lehtë në atë sallë, edhe jashtë asaj salle të mbash të mbërrish, t'ja dalësh mbi paragjykimet për të vlerësuar rrugë e gjatë dhe e lodhshme, dikush në një moment edhe del nga vetja, por nuk e gjykoj dhe jap shumë drejt gjitha grave, nuk e kanë të lehtë. Nuk është e lehtë për një grua. Kam një gjë shumë të rëndësishme për të thënë. Publicitet. Wow. Marrim që frymoti. Po tash publicitet kthehemi pas pak me publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio. Ja të kemi sërish bashkë, është momenti për të falenderuar Flor Farmën, unë i them shtëpia farmaceutike më serioze në treg, e cila i shërben më së miri shëndetit ton. Damadol është një nga produktet farmaceutike që vjen e këshilluar nga Flor Farma, është i pari stick pack i pishëm, por pa nevojën për të patur një gotë ujë për ta shoqëruar. Damadol 200 për fëmijë, ka dhe 400 për ne, po me 600 pastaj shkojmë dhe kemi nevojë për recetën e mjekut. Gjithashtu edhe vitaminat Fast and Up, të cilat vijnë të sugjeruara nga Flor Farma, janë për të pirë dhe për të përdorur këtë sezon që po i afrohemi të ftohtit, griprave edhe ndonjë problemi me shëndetin që mos paçi ju uroj. Faleminderit Flor Farma. Mirë. Ndërkohë ne do vazhdojmë me Ema Andrean, për gjithë ju që sa keni hyrë në valën tonë të radios. Deri në fund. Ne kemi një kështu, nuk e di, po kam unë një kështu, po them një kundrim që më lë pa fjalë kur flet Ema. Pse mikën kjo gjë. Mendon ti, siç është opinioni i përgjithshëm, që femrat janë më pak të korruptueshme se sa meshkujt? Për çfarë? Se kështu thonë që femrat duhen vënë pozicione drejtuese që nuk marrin lek atje, apo marrin më pak se meshkujt. Po ose marrin më pak, nuk e di. Çfarë mendimi ke për këtë? Nuk mendoj, kjo është çështje karakteri. Nuk mendoj se ka çështje gjinie. Po mendon ti që vetëm me forcën e artit mund të bëhen ndryshime politike? Vetëm me forcën e artit tani më jo, dikur po. Dikur artistët ishin një zë në kapitull që t'i rikthemi dhe pse unë protestoja dikur, se besoja në këtë që zëri artistëve mund të ndryshoj. Tani jo, se dhe vetë arti, po flas për artin e impenjuar, jo artin si argëtim, kur flitet, përdoret vetëm si argëtim, tani më jo, se është beur dhe forca e vetë artit. Por po, mund të ndryshoj diçka, po jo vetëm forca e artit, mund të ndryshoj, kjo është e sigurt. Deri ku shkon liria Ema Andreas? Jam e lirë. Sa e lirë je ti? Jam e lirë, e vështirë, është një këngë, kam dëshirë. Liria ime shkon deri në vetmin tim. Aty ku nuk i prek të tjerë. E bukur. Ema, ke menduar ndonjëherë largohesh nga Shqipëria? Po. Nuk e them dy, po. Unë në përgjithësi largohem nga Shqipëria, nuk jetoj këtu në kokën time. Dhe kjo më shpëton. Ku jeton? Pa gjeografi. Pa gjeografi? Jetoj në vende ku unë dua të shkoj. Kjo nuk është alucinacion, jo.
Jo, po me quaj halucinacion bëhet titull. Jo, është një formë që unë kam gjetur për të mos të, se me që jam tepër empatike dhe ndjeshme, përpiqem të shpëtoj veten. Diku duke mbyll sa që pena, atmosferën më, e diku duke jetuar, duke u projektuar në mendjen time diku tjetër, qoftë edhe kur ecim. Shoqja jote, kolegja jote më tha, gjithashtu që të pëlqen të udhtosh vetëm, Ema është nga ato tipa që merr makinën, shkon, blet det dhe kthehet prapë dhe ka shfaqje ndarë në shembull. Ashtu ose thjesht pinë cigare pa për detit, po. Unë udhtoj vetëm, bëj pushime vetëm, dua të them, mundem të bëj këto gjëra vetëm. Nëse askush nuk mundet, nuk cënoj, nuk vë njerëzit në pozitë që në emër të miqësisë apo të familjes apo të dashurisë që kemi për njëri tjetrin të përshtatesh me unë jam me improvizimin tim, unë jam shumë e papritur në atë që dëshiroj. Po Sara të bashkohet Ervasera, po? Sara bashkohet, por natyrisht ne nuk e vëmë njëra tjetrën në pozitë. Kjo është ta respektosh edhe lirinë e vendimin e tjetrit, se nuk do doja kur që dikush të vinte për hatër në asnjë vend. Edhe pse jam shoqe shumë e mirë rruge. Po, dhe sidomos kur kam nevojë të flas me trafikun e mendimeve të mia, unë zgjedh të iki vetë. Mirë. Trafik i madh, po zgjedh të iki Por vetë. nëse kjo është një ndjesi, fizikisht do doje që të jetë mos jetoj në Shqipëri? Dikur kam dashur shumë, mos jetoja në Shqipëri. Tani kam lidhjet me mosh, duhet gjithmonë të kthehem në shtëpi, por meqense e kam jetën plotës time dhe për fatin tim, në një nivel pak më të vogël se sa kur je i ri, unë e kam realizuar vetë mia. Që sot kam projekte ndërkombëtare, edhe pse këtu ne nuk jemi në një sistem të barabartë komunikimi dhe të lehtësueshëm komunikimi, të paktën për aktorët, se për piktorët mbase është e lehtë me hap ekspozita jashtë, po për ne aktorët nuk është e lehtë, sepse nuk jetojmë në të njëjtin sistem as fiskal, as ligjesh, as marrëveshjesh, është pak më e vështirë. Unë në të voglën time ja kam dalë të punoj dhe ndërkombëtarisht, modestisht. Kështu që e kam realizuar në një formë. Si ka ndryshuar teatri shqiptar që nga fillimet e tua edhe deri sot? Unë personalisht unë kam njohur tek një djalë dhe një vajzë. Edhe aty u dashurova. Jam kush u dashuruar? Kush është dashuruar me atë vajzë më të racës atje? Si zerdhe njëri të më shpëtonte më. Po si zerdhe njëri, Ma vjen mirë që ai më ka shtyr fati gjithmonë të jem në për evente që kanë bërë ndryshim. Edhe ky është një nga ato filma që ishte në prag të ndryshimit. 91-shim duket. Ka dalë 90-ën. Ose 89 rrezik. Po, edhe ishte ka pas risitë e veta si qasje, si mënyrë të komunikuari me publikun e kinemas. Edhe në teatrin e kam filluar natë me hënë me Ismail Kadares, që dhe ajo ishte një me regjitet Edmond Budinës, që dhe ajo ishte një, le të themi, shfaqja e parë moderne nga demokracia më fal, nga diktatura në demokraci. Le ta quajmë demokraci. Le ta quajmë demokraci. Po flasim dhe për këtë, po le ta quajmë. Po mund të. Mua veti gjatë. Kështu që teatri ka pas ulje ngritjet e veta, tundimet e veta, për me u rrit shpejt, për me u dorëzu, për me u zhvillu. Tani besoj se është në një, ashtu si gjithë qytetaria shqiptare, për me ikë, për me ardhë, i friksuar ka qenë shpesh, për mos me dal nga kufijt e asaj që dinte, mos eksploronte zona të reja. Tani besoj ka krijuar besoj dhe uroj të ketë krijuar një ekuilibër në tërsinë e vet. Është më kërkues publiku sot apo është më indiferent? Unë besoj se publiku është në të shumtën e rasteve më i zhvilluar se sa ndonjëherë dhe shpeshherë shfaqet, ose aty ku duhet kishte mbrit teatri. Shpeshherë është ka vetëm efekt, abuzime, më zhduk ndonjëherë dhe anti-feminist, por këto janë fenomene që ndodhin. Për mua teatri tani, po flas në tërsinë e vet, se teatri nuk është vetëm një institucion, ka mbërritur një lloj ekuilibri dhe unë shpresoj që prej këtij momenti të zhvillohet alternativa tek e cila unë kam investuar shumë dhe të rinj ta marrin në dorë tani më teatrin, që qasin e publikun, qasin alternative,
qasin eksperimentale, Më e fal, cila se ka më vjen një ekzistuar. pyetje shumë e sinqertë dhe dashamirë, se pse nuk e merrni ju në dorë si drejtuese teatrin? Se nuk je ti drejtoresha e teatrit kombëtar? Të thash, dua të them jo. Duat të është propozuar dhe ke thënë jo. Dua të kem lirin. Jo, nuk më është propozuar, jo. Nuk më është propozuar, unë kam konkuruar 2 herë. Një herë për teatrin eksperimental. Del gjithmonë nami se konkuroj, po vetëm 2 herë kam konkuruar. Një herë për teatrin eksperimental dhe një herë për teatrin kombëtar dhe nuk kam ndërmend më ta bëj. Nga ky konkurim ka qenë zgjedhjet pa drejta apo Jo. Apo thjesht ata që kanë vlerësuar, nuk kanë vlerësuar. Jo, nuk ka ardhur keq për ata që kanë vlerësuar. Jo, atë që bëre ti, jo për ata që kanë vlerësuar. Nuk kanë besuar te unë nuk kam asnjë lobing mbështetës, nuk kanë besuar te unë. E mirë kanë bërë se unë kur them jo më flakën. Kur jam e bindur për që duhet funksionoj kështu, nuk të pyes pak sepse ti dhe mbi të gjitha kam pas lirin pastaj të udhtoje të punoj se kur je në futur në një drejtues. Është një angazhim më i madh. Unë do të sinqerisht do të rria 24 orë, se e njoh veten kur marr një impenj. Për ne do ishte shumë mirë. Për ne si publik të shinim. Me që jo vetëm regjizore, jo vetëm regjizore, vetëm aktore, po dhe pedagoge. Tani kam një pyetje për Akademinë e Arteve ose Universitetin e Arteve të Bukura. Paktën ke kjo pjesa aktrimit, ke aktor regjizor. Është duke jo u shpërbër, po është një mungesë interesi ndaj nga të rinjt për të marrë me art. Është niveli më i ulët i studentëve që vinë sot në Universitetin e Arteve? Ka qenë? Jo, ka qenë një periudhë dhe të mos harrojmë që interesi i një fëmije, zgjedhja një të riu për të vazhduar një shkollë ka të bëjë shumë dhe me perspektivën që shohim prindrit. Por dëshira për me bë teatr, unë punoj, lëvroj në shkollat mesme, universitete, të gjithë dëshirojnë teatrin, se me sa duket dëshira e performimit për të shprehur është tek çdo njeri. Performuesi është i lindur tek çdo njeri pavarësisht si e zhvillon jetën dhe ku i ka prioritetet e tjera. Sepse besoj se ka qenë një moment epimi, sepse tregu i punës se prindri nuk lejon natyrisht. Nuk ka qenë. Pra gjërat janë zinxhir, nuk janë dot të varura. Nuk janë thjesht të izoluara, nuk mund të jenë të izoluara. Hyrja në shkollë dhe perspektiva e punësimit, e vazhdimit karrierës, e mbajtjes ekonomisë familjes, etj, se një prindi mendon gjitha këto, nuk ka qenë kaq e lehtë dhe kjo nuk besoj se vetëm tek aktrimi, dhe të më pra të shkollat e artit. Besoj se në përgjithësi shumë profesione, përveç atyre që u shpallën që mund të sigurojnë ekonominë e të ardhmes, shumë profesione, shumë universitete, dekt universiteteve, mësuesia një nga ata, kanë patur rënjet e tyre. Sepse, me sa duket erdhi kjo koha kur vlerat monetare bëhen më të rëndësishme se sa vlerat shoqërore, kulturore, të njeriu të shoqërisë. Domethënë tash nuk është ai momenti, aty ka qenë. Jo, është përmirësuar. Të interesuar kanë qenë gjithmonë. Nga regjia apo aktrimi ka më interes? Kot, po pyes, kështu si me kuriozitet është. Nuk di ta. Nuk di ta thuash. Unë nga që jap më shumë tek aktrimi, nuk di. Kë do më shumë të bësh vetë, regji apo aktrim? Edhe regjinë ka qarë ema. Faleminderit, regjinë e bëj rrallë. Më pëlqen shumë, po kur ndizen dritat e skenës dhe unë jam aty, momenti i lirisë time është kur jam aktore. Më ka thënë dikur një mik edhe regjizori i Portokallis që ka qenë, po edhe unë kam bërë dhe shkollën me të, kështu që masterin, Altin Basha, që tha, në regjizor tha, kemi një lloj xhelozie për aktorët. Dhe xhelozia është vetëm në fund kur ju dilni dhe merrni gjithë. Po sepse në teatr mbas premiere shfaqja është e aktorit, nuk është me regjizorit. Por natyrisht që roli i regjizorit deri kur më mbrit aty është shumë i rëndësishëm, sidomos i regjizorëve, drejtuesve të një projekti, të cilët nuk e fillojnë dhe e mbarojnë projektin me emrin vetor unë, por e fillojnë me unë ndoshta dhe e mbarojnë me ne.
E ky pastaj është një problem që unë e has shpesh edhe. E disa Inat vjen ndonjëherë Por se jo, unë s'jam unë s'jam xheloze sepse unë se unë kam nis nga aktrimi. Kështu që nuk jam xheloze. Madje e adhuroj faktin që unë kam ndikuar tek aktrimi i aktorit që e kam bërë, aktorit që e kam përballë. Jo, me sa duket e kaloj përmes aktrimit. Nuk jam xheloze. Për shembull, kur kemi një këngëtar në studio që ka rikthyer një këngë të 20 viteve më parë, 15 viteve më parë, në fillimet e Top Festit i ka bërë një remake, një remix, vin të vjetrat nostalgjike dikur sot. Pse nuk vjen një djalë dhe një vajzë në kinema apo ku diun ca kryevepra të kinematografisë që mund t'i shkoj një ditë në kinema të shoh me djalin. Po në kinema s'po rrin dot as veprat e reja. Kështu që ne nuk e kemi. Po se kemi sistemin, nuk e kemi sistemin, publiku nuk është mësuar. Se nuk ka për aktorët, për këto të ketë një remake, një risjellje. Po na uron të. Pse? Në digital të kanali të. Po ja, shfaqen, shkojnë në shtëpitë e publikut. Mos duhet ta mbyllim tash, ta mbyll për herë Ne do ta. Ma futa. Se mbaroi ora parë, mos fol me. Do ta kemi vetëm pas pak. Pastaj kemi Andrea. Çfarë pyetjesh pa nivel? Kemi pyetje pa nivel për ty. Ai ka bërë ato, pyetje pa nivel. Pyetje pa nivel. Më pëlqen shumë. E pra zhvishemi tani nga serioziteti. Doja bësh emës në rubrikën me Sekos? Patjetër. Ke dëgjuar për këtë? Po se e kam parë në Instagram. E kam parë me Erionën. Kam mësuar, jo, se nuk i mbaj mend, po kam mësuar Barsaleta nga ajo. Nuk i mbaj mend, kam një gjë që si mbaj mend, po më zhduk kështu gjetje simpatike. Shiko fakt, me gruan tënde ka parë video. Po se po pash Erionën, unë e bëj stop Instagramin, dua ta shoqja bën ajo. Okej. Pas pak me Andrea. Mirë, mos u largoni. Ndryshe, në Top Albania Radio. Ora në Top Albania Radio. Ndryshes. Unë ta filloj me pyetje ngacmuese. E di që nuk i ka qep, as unë si kam qep. A ta filloj unë me një pyetje ngacmuese? Ultron. Po, jo, dua ta komplimentoj për Goca dhe Gra dhe na shoqëroni pak me Goca. Domethënë si të erdhi ftesa për Goca dhe Gra dhe pse të rri ai vend aq mirë moj motë. Faleminderit. Po yll, si ç'bën edhe hypën si për tavolinë, se është, nuk e di, është fantastike. Ti faleminderit. Unë nuk hypem pastaj. Zë hypi gjithmonë në më. Kometa njerë kalon, e ka hape mirë se ka. Kometa njerë. Nuk është hera e parë që më vjen, më zhdukur ky vit u bashkuan interesat e të dyja palëve dhe mbi të gjitha jam shumë e rehatuar me panelin, me kolegët që kam atje, ishte një nga arsyet që kam thënë po, natyrisht edhe kënaqësia. Ky për mua është një panel shumë simpatik, edhe shumë fantastik. Për mua ka qenë një nga motivet dhe kënaqësia për me qenë në një ekran kaq të rëndësishëm dhe një tavolin ku gratë marrë një rëndësi tjetër. Dhe mendova që po, nëse mundem të kontribuoj, po. Por çkuar aty që Ema është gjithmonë në mbrojtje të grave. Domethënë Ema në atë emision është super cool, është shumë mirë. Goca dhe gra, ka dyshim goca dhe grua? Po ka se është më thua do të gocë ti mua tani. Unë grua së them dot se gocë. Se janë dhe dy mendësi të ndryshme. Jo, ti mund të jesh një gocë shumë më e mirë se një grua, domethënë. Mirë, po prap, është dhe goca dhe gra brenda fjalës tënde, kështu që goca zjecat bëhen. Më pëlqen Ema se është gjithmonë, siç e thash dhe në krye të herës, gjithmonë në mbrojtje të grave. Do thuash ti nuk është se gratë kanë gjithmonë këtë nevojën për, po më pëlqen, për shkak kur dikush një nga kolegët që ka pranë ose aty në studio e ngacmon e thumbon, Ema është aty për të thënë kujdes me gratë. Disa mendoj unë në përgjithësi mendoj që disa kode, se unë kështu jam rritur, nuk duhen thyer. Dhe në këtë tavolinë jemi të tre të rëndësishëm, të tre njësoj. Edhe unë këtu jam dhe unë këtu jam e ftuar dhe nuk mund të mos të mungoj respekt. Janë disa kode për cilat unë i kam edhe këtu e kam shumë impulsiv mbrojtjen, nëse do ta quaj mbrojtjen se s'ka njeri nevojë të mbrojtë, po dikush vendos të mos reagoj. Po, ti mos reagoj, kjo është. Kur nuk është jashtë me, në sensin e nuk e llogaris, më duket dhe më duhet që të rikujtoj vetes, dhe sidomos kur jemi në publik, që disa rregulla duhet të ruhen prej që e mori, dhe pse kjo bota është bërë pak më
më e lirë se ç'duhet. Mu prish Gjiza se s'erdhi Ema Andrea. Në një farë mënyre. Kene e koment për këtë? Me fjalë, Gjizën e do si ushqim? Më pëlqen shumë të vë lavatriç. E kam një nga Centrifuga? gjërat e rëndësishme. Apo rrotullimi? Në fakti që laj rrobë. Që lanë roba. Ma, shiko, jo, dua të të pyes, një video bëhet kaq virale, merr kaq shumë klikime, ka kaq shumë popullaritet për një gjë krejtësisht pa rëndësishme, ka të dyja palët. Dhe nuk e di pse nuk i kushtojmë kaq like, kaq views, kaq shikueshmëri një shfaqje teatri, një kryevepre botërore. A kjo po. Të vjen kështu thua shej sot i me çfarë merren njerëzit. Shiko, njerëzit do të merren me të themi Kur luajt Ema ka qenë soldau. këtë viraliteti 5 minuta do merren. Në jetën e tyre nuk ndikon gjithaq. Kjo është pak por e sigurt. Se ka një motiv me shty një kafe të parëndësishme etj. Kështu që duhet me ditë se sa rëndësi ka kjo për jetën e njerëzve, nuk ka gjithaq. E unë të paktën jam konsciente për këtë. Por po është e vërtet që kur ti dëshiron të komunikosh publikut diçka që ti beson se vlen, dhe për cilën publiku duhet të di, me dashje apo pa dashje, unë shikoj që nuk bën me zor virale. Unë më duhet i kujtoj edhe medjave që kultura nuk është tregti. Ndonjëherë mediat, portalet rezistojnë. Fiks kultura nuk është Rezistojnë prej faktit që kujtojnë se bëjnë nder. Në fakt jo, i bëjnë nder të gjithë publikut vet, i bëjnë nder shoqërisë. Dhe kam përshtypjen e kanë dhe pak për detyrë të shpërndajnë lajmet aty ku ka kulturë, ku ka libër, ku ka art. Dhe nuk është tregti. Në këtë sens, rendimi nuk është gjithaqë sakt, e heqim pastaj faktin e mos bashkëpunimit edhe të vetë atyre që merren, pra të ndihmojnë njëri tjetrin, të kenë një zemërgjësi më të madhe në pjesëmarrjen dhe shpërndarjen e lajmit. Por gjithsesi edhe nëse ata e bëjnë, vështirë është të bëhet le të themi virale. E vërtetë është që shfaqjet janë sold out, edhe në një prej tyre, në disa prej tyre kam qenë dhe vetë, më vjen shumë mirë, sepse publiku i teatrit, që nuk është gjithmonë publiku i qëri në Instagram, në rrjete sociale, nuk është gjithmonë. Ka lajmin gojë më gojë, edhe ky besoj është ai më i sigurti kur njerëzve u pëlqen dhe i ofrojnë njëri tjetrit, i japin një ofertë, një informacion i cili është gjithmonë më i besueshëm edhe njerëzit e ndjekin, siç e për ekspozitat ndodh një gjë e tillë. Më pëlqen gjithmonë kur kënaqem kur jam spektatore diku ta ndaj me të tjerët. Ja vlen edhe ndoshta ndonjëherë ka më shumë efekt se sa rrjetet sociale. Çfarë thot Sara për ty tek goca dhe gra? Sara, çfarë thotë për mua te goca dhe gra? Nuk e shef Sara, goca dhe gra. Jo, nuk është. Shef mamin e vet ajo. Ja, ajo është gjithmonë, unë flas përpara se të shkoj, nëse dhe diskutoj se si do të ndihem unë. Në përgjithësi te goca dhe gra shkojnë mbas mësimit, kështu do thotë koha ime reale, fizike, nuk është shumë, po mirëpritem aty me make-up, me veshje, me të gjitha, kështu që këto rutinat të largohen shpejt. E punoj skaletën dhe në fakt ne edhe ndajmë mendime me njëri tjetrin, ofrojmë ide për se çfarë do të ishte e rëndësishme për të folur dhe cila nga ne do të ishte ajo që do të merrte drejtimin e atij diskutimi. Sara, tani më ne ndajmë si dy të rritura mendime për çdo dalje tonën publike. Edhe të pëlqen. Dhe po. Të bëm vrejtje kështu që mami exagjerovin çikos. Po shiko, në shtëpinë tonë ne s'kemi kohë 40 sekonda. Famën e kemi marrë me lojt dhe nuk e kemi aq të rëndësishme se sa vlerat edhe Sara thot mami apo Ema? Ne thritemi me çdo gjë, ma rrallë më thot. Ma, thritemi zemra, papuçe, drita, jeta. Papuçe, babushe, drita. Mirë, do shkojmë në publicitet, do kthehemi pas pak se do vazhdojmë të flasim edhe për Sarën, edhe për Ema. Sara është në festival, po do t'i cekim gjitha pas pak. Sara është në festival. Ka publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio.
Jemi sërish bashkë. Qa energji e mirë ka kjo studio. Jemi sërish me Ema Andrean, me cilën e lam duke fol për goca dhe gra, po edhe për Sarën, sa e she, sa se she. Sara tani është përpara një kompeticioni të rëndësishëm siç është festivali Ai sepse merre me llafe unë. Pse s'merre me Sarën unë? Pse çfarë marrësh me Sarën? Do var Sarën në telefon. Ja mos e merr se mos ndoshta. Po më mami ta provoj. Se nuk është si gjithë. Si Ema që na thotë se më mor. Jo, nuk do të them se moj të pak më vonë. Alo, përshëndetje. Drita diellit. Përshëndetje. Sara e dashur, të telefonojmë nga Top Albania Radio, nga programi Ndryshe. Unë jam Elona përballë me Ersa. Dio që ka mami tu. Dhe mes nesh është Ema Andrea. Ciao Jeta. Më kanë dëgjuar të aktore mirë ajo. Të gjithat mendim pas kemi. Jemi një treshe simpatike apo jo? Sigurisht. Sara, si po të shkojnë ty punët? Unë e di që je përpara një eventi të rëndësishëm, kompeticioni të rëndësishëm si festivali i fundvitit. Të them të drejtën, jam në një moment që po merrem me gjithë gjërat që nuk do të merrem. Jam si të bëj flokët, sa do vesh. Po mirë, nuk në këtë pikë je si Ema apo jem Kam përshtypjen në këtë anë kam gjajt mamën. Edhe mami, domethënë nga që i rri çdo gjë mirë edhe tap i merr gjërat po ne kam sik. Po ti se ke parë sa e bukur është bërë sot. Ti kërkoj një foto. Po në dritë dielli tani në aty. Sara, unë dua dhe mendim, ç'a mendon? Si të duket Ema te goca dhe gra? Se mua duket bomb, me thënë drejtën. Mua më duket që është një figurë e cila e ka bërë shumë mirë, po themi botës mediatike përgjithsisht, sepse përveç është yll për të pa, më pëlqej që është shumë drejt për drejt, po ndërkohë është edhe shumë classy, e thot atë mendimin e vet, po e thot Çfarë të pëlqen ke Ema? Është shumë origjinale. Çfarë të pëlqen, lëri këto. Përveç Emës më pëlqen shumë edhe gjithë paneli, gjithë gocat janë shumë nice bashkë. Edhe unë kam thënë që kam qejf edhe të shkoj një herë aty, dhe shpresoj të më plotësohet dëshira. E bukur do ishte. Salsano thot çfarë të pëlqen te Ema aty? Urdhro? Çfarë të pëlqen? Nuk të pëlqen. Tek Ema. Që ktheheti çik vonë në shtëpi atë natën. Tash mbas emisionit vjen direkt në shtëpi apo del në një gotë në një kështu? Më fal? Vjen direkt në shtëpi pas emisionit apo del dhe me gocat pi ndonjë gotë apo ndonjëherë del kam përshtypjen, po gjithsesi kthehet vonë. Nuk të liroj në shtëpi. Dhe Sara si mam fle me gjysë syni. Më pret. goca që pret mamit. Dhe sa të mbyll derën. Këngën e kujt këndon? Këngën e vet. Lavatricia, ku? Gjithmonë lavatricia. Sara, ti ke këngën tënde në festival? Më fal që nuk e dëgjoj. Sara, ke këngën tënde në festival? Pyet Salsano? Po vetëm të kujt ka? Po kompozitore pra, vetë kjo. Edhe tekstin. I ke bërë të gjitha vetë, të gjithë komponentët. Kompozimin edhe tekstin e kam bërë vetë, pastaj orkestrimin e ka bërë një djalë shumë i talentuar nga Kosova që quhet Omar Kuçi. Okej. Dhe me atë kam bashkëpunuar për të projektin në festival. Edhe është një gjë super nice, është shumë fresh, me zi pres të dali. Se nga që si këngë kam mbaru me mendje që në gusht, më kupton edhe si e kuptoj. Dhe ne me zi presim të të shohim, me dashur dhe të uroj shumë suksese në zemër. Gjithë të mira. Mamin sot e ke në duar sigur. Faleminderit, ciao. Ni tani mbas Sarës direkt pyetjet pa nivel për ty. Mezi po e prisja. Hajde. Ke qarë apo ke qenë shumë jetën tënde? Dikur kam qarë shumë, jam e lumtur kur mësova të qesh. Tani më ka marrë malli të qaj. Edhe mos më pyet pse se është një bllokim që kam prej 5 vjeç. Okej, çfarë të bën ty të qeshësh ose të qash më shumë? Më bën të qaj, natyrisht jo vetëm gjërat e këqija, por edhe gjërat e bukura, edhe surprizat e bukura dhe ato përditësia gjërat e vogla. Mirënjohja më bën për të qarë. Po lulet. Absolutisht. Pra gjestet e vogla njerëzore, kur dikush më sheh dhe më dëgjon, më prek edhe më bën për të qarë. Po për të qeshur. Përveç gjërave të këqija. Po për të qeshur. Për të qeshur më bën e njëjta gjë. Më bën ndonjëherë për të qeshur, edhe tani më,
Luftrat mediokre që kujtojnë se ata njerëzit që kujtojnë se se kanë pas kur ndor jetën time, edhe të japin këto, të bëjnë këto si themin si bastoni tra le ruote, këto pengesat e vogla që po dhe kam këtë në dorë dhe po e bëj, ato më bëjnë shumë për të qesh. Më bëjnë shumë për të qesh mediokre. Ema, ke qenë ti gocë shtëpie? Po, si këtë shtëpie? Gocë që ndihmon mamin për punët e shtëpisë, për gatimet. Unë e kam pas shku në shtëpi në çdo të shtunë, çdo të diel. Unë më pëlqen të bëj punë shtëpie. Po në sytë e meshkujve ke qenë gocë shtëpie? Jo. Jo asnjëherë, a? Pse duhet jam gocë shtëpie? Te mami po, po ai kam bërë deklarime që s'di të gatuaj. Sa të ngjan ty Sara? 80%. Në gjërat që unë besoj se më ngjan, por ka kriju një personalitet vetin krejt unik, unë knaqem kur shikoj një shenjë time. Edhe kur harron në një gjë dhe shoh ma ku e kam them. Disa gjëra ngjan. Ema, ke ti të dashur? Kam, po. Ke. Po pse? Jo se pse u mendova? Ja, dim se u mendova, se tani do të them emrin, do knaqesh. Kush është si dashuria? Dashurim është një fenomen që më dëgjon, më shikon, më respekton lirin, më din heshtjen. Si ka njërin duhet? E teatri. Prandaj tash jo se un kam human being. Se nuk është lajmi. Të dashur fizik nuk e kështu. Nuk e, ha? Jam lumturisht vetëm për shumë kohë. Ke frikë ati? Shumë. Kush? Frika më e madhe është mos më mbaj shëndeti, të lëndoj ti me bi, të lëndoj njerëzit e mi, po frika më e madhe është shëndeti. Shëndeti. Cili është, nëse mund të pyesim, roli yt? Humbja e shëndetit. Se për role brillante dhe për sold out folën pa, ka patur ndonjë rol të keq? Të keq jo, ka pas bashkëpunime ku s'kam qenë e lumtur dhe e pafrymzuar dhe këto për mua janë disa gjëra që Kush ka qenë ky bashkëpunim i keq? No, nuk i them. Mirë. Nuk janë shumë, maksimumi 3 në 30 vite karrierë. 2,5. Në kuptim bashkëpunimet, domethënë partnerët apo Jo, e tërë, kur i gjithë ambienti nuk është frymëzues, kur energjia ju thash ku unë jesh më i marrë se ne, kur gjërat janë kur gjithë energjia krijuese që unë adhuroj edhe dorëzohem te ajo, me gjithë çfarë kam, ma prish imazhin e teatrit, e krijimtarisë, e të dashurit tim teatrit dhe më trishtohem shumë. E kuptoj. Edhe nuk më pëlqen sepse më zgjat ky trishtim. Po mi me që jemi këtu partneri më i mirë, më komod që ti ke patur ndonjëherë në skenë, në teatr, në bashkëpunim. Ka një emër. E di që ka emër, nuk mundem ta them sepse ne jetojmë në një botë të vogël, edhe e di që do të keq kuptohet veçimi i një personi. Sepse janë disa. Janë disa, por natyrisht kushdo tjetër që ka bashkëpunuar, e di që s'do ta merrte mirë. Do nuk do doja të krijoja situata koti. Ka një partneri që je shumë i kënaqur, një aktor apo regjisor? Dy regjisor me cilët jam tepër e kënaqur, jo e kënaqur, por që ndërroj të ripunoj me ta është Dina Mustafiqi dhe David Ejodiqi. Dhe ndihet edhe sepse të huajt pëlqejnë më shumë. Ja, nuk është të huajt, më pëlqejnë më shumë. Ka qelluar që me ta të prodhoj të kem prodhimtari shumë të mirë, unë kam pas raport shumë të mirë dhe krijimtari shumë të mirë dhe me Spiro Dunin, pra unë nuk prandaj thash mos t'i veçojmë se fillojnë pastaj dikush. Mos bëj kështu. Nuk është mirë. Sa qejf ke ti të bësh? Janë të veçanta gjithë bashkëpunimet. Në këtë botë, po them teknologjie të mërshme tani, sa ke qejf ti të bësh virale në rrjet? Jo, nuk kam qejf. Nuk e qejf. Nuk kam qejf, nuk i di ato truqet, po kur bëhem virale se diçka ndryshe pas kam bërë, ndonjëherë që s'është rëndësishme, më vjen mirë se them, po pas kam diku me bë dikët ndihet më mirë, kaq, po nuk kam. A është telefoni pjesë e rëndësishme e jetës tënde? Telefonatat. Telefonatat. Por jo telefoni, telefonatat. Ja ato me mamin që më the që duhet. Mamën do të kisha lut të më shqetësonte edhe një herë në orën 3 të mëngjesit, po prandaj them
Kur mami të merr telefon. Sa kohë harxhon telefon në ditë? Po kur bie telefoni për. Kaq. Edhe kur unë duhet të bëj telefon. Kur bie telefoni nuk bëj. Telefonata më gjatë që ke pa. 12. Telefonata një orë. Me shoqen time Eriona, për shembull, që nuk pim dot kafe. Po ç'keni thënë një orë? Unë nuk di si mund flas deri ju. Kafe virtuale. Virtuale. Kuptoj. Kam përshtypjen që të marr e kam bërë kasire për të marrë një përgjigje interesante. Meshkujt shqiptar, ty të duken më të bukur apo më të zgjuar? Në këto dy veti flas. Midis njerëzve të tjetër s'ka do zgjedh. Këto zgjedh. Si mendon ti për meshkujt shqiptar? Meshkujt shqiptar më duken të friksuar. Të friksuar nga kush? Deshe për Nga jeta. Konçive të dash. As bukur as të zgjuar, të friksuar. Më duken të friksuar. Ema keti një ëndër që nëse realizon thua tani unë jam e plotësuar. Sarën time të qetë të paqët aty ku do ajo jetë, më beso për të. E di fëmia. Në raport me profesionin, pastaj it's okay. Po të shoh Sarën. Ta shoh atje. Asnjëherë s'do ngopesh me suksesin e Sarës, po gjithsesi. Zoti prandaj na jep të dashuri të fortë, motiv jete. Ke një pishman të madh artistik. Që nuk kam mundur të kem më shumë krijimtari në rinin time. Ne kam pishman, në fakt s'është pishman se s'ishte zgjedhja ime, por ashtu erdhën rrethanat. Nuk kam kurse pishman në jetë kam që nuk kam 3 Sara, 5 Sara. Nëse jeta jote do të ishte një film, cili do të ishte zhaneri? Dram filozofike, komedi romantike, thriller ku gjithçka ndryshon në fund? Pak nga të gjitha, por nëse do të kishte një main thing, midis komedis romantike, filozofisë, dramatike, çfarë zhaneri? Se pas ka I menduar. pëlqen dhe dramatika. Natyrisht, unë jam aktore, por jo më dramatike. Duke dhja, domethënë do të shpjekim një zhanër të ri. Shpikim zhanër. Nëse mund të shkoni për darkë me një personazh të famshëm që është i gjallë ose jo, kë do zgjidhje ti Shakespeare-in, Meryl Streep apo Johnny Depp? Për darkuar? Po. Tash Johnny Depp për pak çmenduri artistike, Unë me Meryl Streep për vete. për biseda të thella dhe Shakespeare Po, për Shakespeare- debat dramatik. Po Shakespeare. Për debati dramatik. Është e vështirë zgjedhja, di, se Shakespeare-in dua ta zbuloj. Nga Meli dua të marr. Meryl Streep do ta zëvendësoja me Eriona Kakeli një orë. Ai kam xhapa. Dua të marr, edhe t'ja tregoj se sa ja duroj. Me Johnny Deppin po, do na kishte shku më mirë darka se sigur që s'do rrinim tavolinë, do fillonin të vinin në zjarr diku se janë Ose ndonjë gjë tjetër. Dikur po. Tani dikur edhe nuk e fshej, tani. Se jo me fshem, se për çfarë? Do filloj, unë nuk di, do ishte në një poçtë, ta rregullonim gjërat. Të dushonim marrë skenografin, nuk e di të bëjë. Dhe e fundit, çfarë nuk mungon kurrë në çantën tënde? Libri, parfumi apo monologu i radhës? Nuk mungon libri kur është i vogël, që nuk marrën don kurrizën se unë jam e hernje. No, really, zgjedh libra Jo fjalori shqiptar. Janë formate të vogla ato që mbaj me vete, por që shtyr orët kur un kam një orë pushim midis një pune dhe një tjetre. Jo parfum. Jo parfum, e çfarë ishte e tretë? Monologu i radhës. Jo, monologu i radhës është gjithmonë këtu. Gjithmonë këtu. Ndryshe, në Top Albania Radio. Ja, e shikoni, nuk u vënuam fare se tani jemi në rubrikën e jo, se jemi pyetje pa nivel, jemi me pyetje me shumë nivel, jemi lart fare. Ema, zakonisht nuk ja bëj gjithë të ftuarve këtë gjë. Jam e veçantë. Absolutisht po. Diskutohet fare, për mua po. Edhe unë nuk shkoj kudo. Kështu që është reciproke kjo gjë. Për mua. Dhe zakonisht ne bëjmë këtë një po them një mini intervistë duke zvendësuar fjalën. Hajdi. Fjalën seks me fjalën aktrim. Okej. Në vend të fjalës seks. Uroj që njerëzit ta kuptojnë humorin. Okej. Patjetër. Mos ta keq kuptojnë mos saktë. Mos ta keq kuptojnë, Janë po. gjithë inteligjent me kuptu. Sa e do aktrimin ti? Besoj se është pjesë e rëndësishme e jetës. Në një shfaqje aktrimi
i mirë. Të bën njeri më të mirë Më të po për disa ditë. për disa ditë. Nuk është se vendos të Nuk e se Po pse? Se të duket bota më e bukur. Vendos karrierën tënde aty si për disa ditë, për 30 vite karrierë. Për disa ditë, nuk besoj. Je ti nga ato që jep maksimumin kur aktron? Po, absolutisht. Absolutisht. Po pse po aktron pastaj? Lëra të mua. Je ti një aktori që i do të gjitha rolet njësoj? Jo, se jo, nuk. As rolet njësoj edhe as supën e ngrohur. Jo. Supën e ngrohur. Supën e ngrohur dy herë. Janë dy gjëra që nuk njësoj. Sa egoiste je ti në aktrim? Jo, nuk jam. Nuk je Jo, nuk jam egoiste. Jap e marr. Është i rëndësishëm një partner në skenë kur aktron? Po si që nga i rëndësishëm. Se mund të aktron. Unë kam bërë dhe monodrama. Të pëlqen monodrama Po kam bërë monodrama, kam marrë dhe çmime. Po, një partner. Kush ka qenë kryetari i komisionit? Por një partner është gjithmonë mirë, shumë më mirë se monodrama. Po pse gjithmonë një partner apo Po, nuk jam eksperimentale, më kam limite. Kush ka shijuar më shumë nga rolet që ke bërë? Dhe si ka pasemin personazhi që ke luajtur? Personazhi që ke luajtur? Dalga edhe. Po mund të jetë emër kështu personazhi. Për shembull, më jep një shembull se s'di si ta kthej unë aktrimin. Nuk di ta them unë. Johnny Depp për shembull. Kuptova. Okej, Johnny Depp. No, diçka më shumë. Okej. Diçka më shumë. Zakonisht Është këtu. Okej. Nuk është këtu, se ti ishte këtu. Okej, zakonisht për femrat në përgjithësi ndodh kjo që thonë që ajo është një super aktore. Je ti një super aktore? Si mund të mendosh ndryshe se se kuptoj, amin. Si e bën këtë pyetje? diva? Ja, me s'ka lidhje se kur aktrojmë si jemi diva. Ato se dim? Jo, që jam diva kur aktroj. Sa super aktore është kjo? Ku bën shfaqjet kjo? Me këtë bën shfaqjet kjo baba. Para se të aktrosh, bën zhdërvjellore, kështu nxemje, bën gjithmonë. Është e rëndësishme. Është e rëndësishme. Po jo gjithmonë, ka dhe raste që janë shumë s'kam pas kohë edhe kam hyrë në aktrim për një herë, kam në Po skenë. shumë këngëtarët bëjnë kështu, i vokalica, ç'a bëjnë aktorët? Aktor edhe aktor. Se pas keni shumë pak dje. Zysha e aktrimit ta thot mirë. Si është Zysha? Fillon është me gjithë trupi duhet të bëj warm up kur ti aktron. Kështu që ajo është një nga pjesë. Një nga pjesë. Një nga pjesë që zjat më pak se Më pak se tjerat, po. Ai shkoj imagjinata. Të pëlqen duart rrogitet mbas shfaqjes? Po. Po. Po edhe një cigare. Edhe një cigare. Fix. Të pëlqen ty kur regjizori mbasi morë shfaqje thot bravo, ke qenë një aktor i shkëlqyer sot. E do këtë ke nevojë aktrimin, unë flas me regjisorin. S'flet. Jo, flas me partnerin, me regjisorin. Po kam regjisorin. Çuqja, në fakt në atë ke bër shfaqjen, kështu që s'ke pse. S'ke bër shfaqjen regjisorin, nëse regjisori është diku lart, kështu, po, jam faleminderit edhe një. Pyetja fundit, shfaqja fundit që ke bër? Se mbaj mend. Se mban mend, ë? Ama më mos esi, nuk është zgjedhje. Zgjedhje. Po e po një pyetje tjetër do shikosh. Që nuk rrej. Në rregull. Se mbaj mend edhe. Po se tha, jam për lumturisht prej kohësh vetëm, kështu që në aktrim. Do të gjë ti je vetëm mos aktrosh. po tash. Nuk se Po kuptoj si. ti nuk më pyet mua ku në cilën hapësirë ka qenë aktrimi më i mirë. Po. Po nga që ja kanë bërë të tjerëve thashë Po, Ishe se do habitesh. Jo, e Jo, vendos. duam. Kush ka qenë skena atëre? Shumë rrallë në skenën klasike. Shumë rrallë në skenën klasike. Po. Kjo është Ema Andrea. Ema, me thënë drejtën, unë jam shumë i kënaqur që ti pranove të vish këtu. Shumë rrallë në skenën klasike. Në tjerë. Po, tu kemi klasik, po. Ne që kemi keq fare. Gocë re unë. Unë të roj që të bësh një shfaqje shumë shpejt. Edhe unë. Kushta, edhe unë. Dhe publiku. Do ishte një kënaqësi shumë e madhe tek simpat gjithë. Dëgjoj, nëse do filloj një proces do të marr telefon.
Procesa Mos harro. Ishte shumë e bukur. Faleminderit nga zemra që ndave kohën U tënde. kënaqem shumë me ty, Ema. Mendoj që intervista radhës nuk do jetë e shpejt, po do kemi rast tjetër. Ema tani është e Shumë goca dhe faleminderit. gra në orën 21 në Top Channel. Faleminderit që na dëgjuat dhe na ndoqët. Jo vetëm na dëgjuan dhe na shikuan. Po pra ndoqët, prandaj po. Por ne do të jemi prapë të martën tjetër këtu, kështu që miru takofshim. Faleminderit. Faleminderit shumë, të duam shumë fort. faleminderit. Ju kënaqesh.